se erdhët në pjesën e tretë të gatimit tonë për sot, do të përgatisim tani një tjetër recet pas 2 të parave që ishin pula me jufka dhe pite apo byreku me kungullin e dimrit. Tani ja vlen të bëjmë një supë të lehtë. Një supë të ftohtë. Ftohtë. Gjë që largoj. Kemi me kastraveca, me kastravec, limon dhe me hudhra, apo jo? Po. Tek 2 kastravec heq lëkurën, tek tjetri e lë. Shumë mirë, lëkura e këtyre kastravecve shkon me soja, soja, limon, fara susami. Bëhet një sallatë shumë e shijshme. Po. Po. Është një sallatë aziatike, po kushta se vetëm aziatikët dinë të konsumojnë. Tani kanë hyrë dhe jemi influencuar nga shumë lloje kuzhinash, plus që edhe rrjetet sociale bëjnë të vetin për të guxuar, eksperimentuar dhe provuar shije të tjera. Jo vetëm atyre që ne kemi ditur në kombinimet tona. Një kastravec, 2, 3, sa të... Megjithatë, mund të dish të gatuash. Është mos normal se vetë përvoja e jetës ty të bën që të gatuash. Por profesionet jo më kot ndahen. Unë nuk mund të bëj dot punën tënde, mund të kem një artikulim, por nuk e bëj dot punën tënde. Të hidhem përpjet, unë lart e poshtë punën tënde nuk e bëj dot. Patjetër se pra, sepse ne na duhet vërtet thjesht, në këtë gatimin e thjesht, kaq. Duan kombinimet e duhura. Në gatimin e thjesht që unë kam që përmenda soj, limon, fara susami. E para gjë, ne duhet të dimë përqindjen e sojës sa krip duhet të ketë. Dhe si hollohet dhe sa hollohet soja. Kemi sojë të përqendruar, që në përgjithësi dele përqendruar, dhe më pas kemi të holluar. Po kjo, pas salcën e karkalecit nuk bëhet. Me gjithë respektin që kam ndaj blogerëve, sepse bëjnë një punë të bukur, të duhur, por, e them gjithmonë, por, asnjëherë nuk është si puna një profesionisti. Sepse nuk dihet pjekja, nuk dihet koha e pjekjes, dhe ti tek pjata qëndron 2 orë për ta ndërtuar atë pjatë për ta nxjerrë në finish fare. Që kështu, ata që janë profesionistë kanë studiuar këtë punë. Për t'i kombinuar si duhet gjërat, për t'i studiuar. Si themi ne, shkon kjo me atë, kjo shije me këtë shije? Limonin. Një shtrydhje shumë të mirë, që Androniki e bën në më të mirën, i heq këtë pjesën këtu e kam mësuar. Është një ledhatim, një përkëdhelje limonit që lëshon ato lëngjet. Varet nga duke e punuar mirë, patjetër që e lëshon lëngun. Se punove mirë. Nuk e punova mirë. Ajë, gocere. Tjetër është nona, tjetër është gocere. Shumë i fort akoma. Po, është i fort, por kemi dhe varietetet e limonit që janë të fort dhe të but. Normalisht, lëkura është e hollë. Po, sepse unë mendova se e punova mirë. Por, derisa Androniki bën atë punën e vetë, unë marrë thelpit e hudrës. Marrë thelpit e hudrës dhe pa tjetër që unë do t'i shtoj. Ta provojmë një herë, po. Edhe pakës vaj. Vajnë. Kemi vaj në ullirit, ne kemi vaj të ëmbël. Vaj për skuqje. Do thoni ju, skuqen gatimet, edhe nuk skuqen me vaj ulliri. Mjafton që vaj të jetë i ftohtë edhe jo i ngrohtë. Sepse kemi pa tjetër vaj që punohet, ullin që punohet në mullin me gjithë bërtham, me pa bërtham. Pra, kemi për ëmbëlsira, vajnë e kemi të shumë ndryshëm, prandaj dhe unë them, dhe thash dhe usur zgjata në momentin e parë. Do të shtoj thelpit e hudrës, gjë që kam 2. Normalisht është në varësi të masës kastravecave që unë kam. Do të shtoj pakës krip, dhe normalisht do të shtoj koper. Koperi është gjëja me mirë, sepse është freskia. Dhe vetë kastraveci në trupin e vetë ka 80 deri në 90% ka ujë. Është pak më pak se kungulli. Në hidraton shumë. Pra, jo kungulli i verdh, po kungulli i jeshil. Marr koperin dhe e shtoj të gjithë. Masa duhet jetë e shumtë. Përse? Sepse është kombinimi më i duhur dhe më perfekt i të dy, i kastravecit edhe i koperit. Marrë dhe shtoj pak lëng, pak ujë. Do thoni ju, pakës vaj, pa tjetër që më duhet pakës vaj. Gjëja me mirë është ujë i bimëve aromatike.
Nëse ju doni, dhe pse mos të doni, qumshti është magjia e kuzhinës, është magjia e gatimit, është zanafilla e jetës. Shtoj pakës qumësht për t'i dhënë një shije akoma dhe më delikate. Normalisht mund të shtoni qumshin, mund të shtoni edhe kosin. Byllmeti është shumë i duhur në gatimet dhe në recetat e ftohta. E vendos dhe në prizë. Ja ku kemi një supë të ftohtë të shpejtë detox. Të shpejtë që përgatitet tak. Janë gatime, ja një sekundë së është akoma edhe më mirë. Le ta shërbejmë tani në një tas për... Kemi gatime, kemi supra, sepse supë është, kemi supra të ftohta që shërbehen në filxhan, ose në tasat të tillë që pihen. Normalisht, buza e kësaj është pak e trash. Pra duhet të jenë akoma më fine, më delikate. Por, unë nuk do ta konsumoj tani, gjë që unë do t'a lë që të ftohet. Të ftohet tash e lë 2 orë që të trashet. Se për të ftuar s'ka që të ftohet gjë. Të mpikset pak. E lë të tillë dhe mbas 2 orësh ne do kemi avratje. Ne do kemi atë mpiksjen e duhur. Mos pretendoni një mpikse, sepse nuk ka as vezën, nuk ka as panën, nuk ka as miellin. Pra mos pretendoni të jetë e trash. Por nuk do jetë dhe aq e holl. Pra në formën e çajit. I largoj me shumë dashuri dhe besoj që këshillat të kenë qenë. Se e pim dhe konsumojmë dashuri që është një lëng, kastraveci, shije, limoni, koperi, të gjitha bashkë na ndihmojnë për të hidratuar më së miri trupin ton edhe për të marrë ato vlerat që secila prej tyre ka.